Zjarret kanë përfshirë disa zona të vendit këtë të hënë duke krijuar situatë kritike në Finiq, Delvin, Maliq, Ballsh dhe Librazh. Më shqetësuese ishte gjendja në Finiq ku flakët i ofruan banesave dhe detyruan evakuimin e banorëve, ndërsa do të kemi mundësinë që të komunikojmë në këtë çast në një lidhje të drejtë për drejtë me nënkryetarin e Finiqit, zotit Jani Harizi. Zoti Harizi, përshëndetje, kënaqësi. Ju kem në program për të diskutuar së bashku, edhe pse në këtë rast është një temë padyshim e vështirë për të përcjellë gjithë detajet edhe për shkak të situatës me zjarre, megjithatë ju jeni në terren, jeni në vendngjarje, si raportohet situata aktualisht atje, kemi përcjellë gjatë ditës edhe informacione të njëjtëpasishme nga kolegët në raport me gjithë rrezikshmërinë që ka patur me banesat. Aktualisht në çfarë gjendje jemi? Aktualisht gjendja është nën kontroll. Pothuajse plotësisht. Fillimi i zjarrit ka qenë shumë intensiv dhe angazhimi i zjarrfikës së Finiqit, Delvinës, Sarandës dhe të Konispolit ka qenë i menjëhershëm, gjithashtu edhe ndërhirja e ushtrisë me 3 helikopter dhe me 20 forca. Aktualisht tu kemi dhe prefekten në qarkut Vlorës, e cila mund dhe koordinuese e operacionit. Patjetër. Faleminderit, Jani. Mirëmbrëma, sikur edhe nënkryetari i bashkisë apo e tha, ditën e sotme kemi patur një situatë as pak të lehtë në bashkitë Delvin dhe Finiq, në territorin e këtyre dy bashkive. Ka qenë një situatë që ka nisur rreth orës 12 të mesditës, situatë e cila fillimisht pati përmasa që na shqetësoi gjithë. Ne si prefekturë e qarkut Vlorës dhe unë si prefekte kam qenë në krye të situatës për të koordinuar të gjitha veprimet e ndërmarra. Kemi pasur një mobilizim të jashtëzakonshëm të Bashkisë Finiq, të MSZ-ve të Bashkisë Finiq, Delvin. Na kanë ardhur në ndihmë ekipet e zjarrfikës Sarand, Konispol dhe Himar. Njëkohësisht duhet të vlerësoj edhe kontributin e dhënë sot nga ana e forcave të armatosura me 35 efektiv, 4 mjetet forcave armatosura si dhe 3 helikopter të cilët kanë qenë qysh prej orës 14 kanë qenë në vijimësi të operacionit që është zhvilluar pikërisht në këtë zonë. Dhe në këto momente që ndodhemi pikërisht në fshatin Kostar, që ishte një fshat i cili rrezikoi vërtet si pasojë e kësaj situate të krijuar, fillimisht u bë evakuimi i banorëve të zonës dhe aktualisht mund të themi që jemi në një menaxhim të mirë të situatës. Rreziku ka kaluar dhe themi se situata është e qetë. Ndërkohë, pra, unë kam edhe komandantin e forcave të armatosura, gjithashtu dhe ai mund të thotë diçka për operacionin e ditës së sotme. Përshëndetje. Po, patjetër, përshëndetje. Siç e përmendi prefekti, neve sot ose forcat duke koordinuar me zjarrfikëset të gjithë zonës Finiqit, Delvin dhe Konispolit, kam bërë një koordinim shumë të mirë ndërmjet forcave armatosura dhe zjarrfikësit në lokal, duke e izoluar zjarrin, edhe aktualisht që po flasim neve mendojmë se kemi kontrolluar vatër. Megjithatë, forcat janë akoma të shpërndara, si forcat ushtarake dhe forcat zjarrfikëse janë në terren për ta bërë në kontroll. Dëme me sa raportohet ose me sa kemi bërë një vlerësim paraprak, nuk ishte ka një dëme në njerëz dhe në pasuri, po gjelet për të vlerësuar nga autoritetet lokale. Neve jemi të gatshëm për çdo situatë në rast se kërkohet edhe me forca të tjera, sipas kërkesave që mund të vinë nga zonave. Ndërkohë, sa i përket rrezikut që lidhet me banesat apo dhe me banorët, është i shmangur, apo mund ta quajmë totalisht situatën në kontroll aktualisht? Rreziku aktualisht ka kaluar, është shmangur. Jemi në gjendje qetësie aktualisht, po jemi në gatshmëri të plot. Tu dua të falenderoj edhe kryetarin e Bashkisë Finiq për angazhimin e tij dhe për suportin dhe për suportin dhe për koordinimin e tij në të gjitha drejtimet. Qartë. Ndërkohë, zonja Dhushi, sa i përket banorëve, a do të rikthehen sërish gjatë mbrëmjes së sotme apo do të jetë në një moment të dytë ka rrezik sa i përket kësaj situate, pse ju thoni në vija të përgjithshme duket situata më e qetë. E para dhe së dyti, a është kjo një zonë për të cilën ju keni
flasë edhe si bashki, por edhe duke ngritur si shqetësim atë problem që ka ndodhur me zjarrin, dua të them vit pas viti është një problem i njëjtë apo për herë të parë këtë vit është më i shtuar? Atëherë lidhur me pyetjen e parë, një pjesë e banorëve që janë evakuar janë kthyer nëpër banesa dhe aktualisht vijon edhe rikthimi i pjesës tjetër të banorëve që janë larguar nga banesa këtu në fshatin Kostar, por njëkohësisht edhe poshtë në Mesopotam. Ndërkohë Bashkia e Finiqit edhe vitin e kaluar ka patur një risë shtuar dhe ka patur situata të zjarreve, por gjithashtu edhe Bashkia Delvin. Megjithatë, më lejoni të themi që gjatë gjithë kësaj kohe ne kemi qenë në koordinim të vazhdueshëm me bashkitë për të marrë të gjitha masat e nevojshme për të parandaluar sa të mundim situata zjarr për të sensibilizuar banorët, por njëherësh edhe për të bërë me ditë gjithë banorëve që momentin e parë që kanë situata, ndeshin situata zjarresh, të lajmërojnë autoritetet kryesore, të lajmërojnë zjarfikset në mënyrë të tillë që të kemi sa më shumë mundësi për të parandaluar që momentin e parë që një situatë zjarri nis. Jemi që të gjithë të mobilizuar për të qëndruar në mbështetje të gjithë bashkisë Finiq, Delvin dhe Merat, që mos të kemi situata të tilla. Qartë. Pra, duke marrë parasysh atë që ka ndodhur një vit më parë, është një lloj situate ndoshta tani më e qartë për të marrë masat e nevojshme apo jo për ta shmangur. Jemi shumë të mobilizuar për të qëndruar në krye të çdo lloj situate që shfaqet, edhe pse masat në fakt nga ana e prefekturës së Vlorës kanë filluar që në muajt shkurt mars me gjitha takimet sensibilizuare të zhvilluara me të gjithë drejtues të njësive administrative, si në Bashkinë Finiq, në Bashkinë Delvin, në Bashkinë Konisport, në të shtatat bashkitë e qarkut të Vlorës. Qartë. Ju falenderoj për komunikimin dhe për informacionet që ndat me ne dhe publikun në këtë çast. Do të qëndrojmë në këtë temë për të abituar dhe dhënë edhe një përgjithësim të gjithë situatës së zjarrit, padyshim me Finiqin, një prej zonave që ka qenë më kritike gjatë ditës sotme, por edhe disa zona për të tjera për të cilën materiali në vijim do ta njoh me më tepër detaje. Pas ditën e kësaj të hëne, disa fshatra të Finiqit dhe Delvinës u përballën me një situatë të vështirë nga zjarret. Flakët që fillimisht u shfaqën në pjesën kodrinore të Matomares u përhapën me shpejtësi pranë zonave të banuara, duke rrezikuar shtëpitë. Më kritike situata u paraqit në fshatin Kosar, ku flakët hynë edhe në oborret e banesave. I rrezikuar ishte edhe fshati Vllahat, ku forcat zjarfikse u stacionuan pranë shtëpive. Në terren forcat e policisë u angazhuan për evakuimin e banorëve. Për normalizimin e situatës, 3 helikopter të forcës ajrore, 2 Cougar dhe një Black Hawk ndërhyn nga ajri për shuarjen e flakëve. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari u bëri thirrje banorëve të respektojnë udhëzimet e autoriteteve dhe të shmangin çdo veprim që mund të krijojë rrezik shtesë. Pas disa orësh, situata u vënë në kontroll, teksa forcat zjarfikse janë dislokuar në mbrojtje të avancimit të zjarrit në zonat e banuara. Një zjarr përfshiu pasdite dhe një sipërfaqe me shkurre e barishte në një zonë kodrinore në fshatin Opar të Maliqit. Në vendngjarje u nisën zjarfikset për izolimin e vatrës me synim pengimin për të rrezikuar zonat e banuara. Një tjetër zjarr me përmasa të mëdha ra edhe në Hekal të Ballshit, flakët e të cilit u favorizuan nga era e fortë që shkrumbojnë mbi 10 hektar me ullishte dhe shkurre. Flakët rrezikuan banesat dhe puset e naftës rreth 100 metra afër, por fal ndërhyrjes së 6 mjeteve zjarfikse të Ballshit, Patosit, Roskovecit dhe Alpetrolit u izolua. Ndërkohë prej 6 ditësh, zjarri në masivin pyjor në darë të Librazhdit vijon të jetë aktiv, ndihmuar nga era e fortë dhe temperaturat e larta. Zjarfiksit e Librazhdit dhe mbrojtja civile po hasin vështirësi prej terrenit të thyer malor. Fatmirësisht, deri tani nuk raportohen të lënduara apo banesa të rrezikuara. Vatra ndodhet larg zonave të banuara. Harta e re territoriale propozuar nga socialistët po përballet me kundërshtime të forta, kryesisht nga bashkitë që pritet të shkrihen. Libhova dhe Klosi pritet të kundërshtojnë edhe zyrtarisht në propozim përmes një vendimi unanim. Në Rogozhin kanë protestuar punonësit e bashkisë, ndërsa në Patos qytetarët edhe opozita është kategorikisht kundër.
Një ditë pasi kryeministri Edi Rama u kërkoi kryebashkiakëve detyrën e tyre për t'u shprehur me shkrim për projektin e ndarjes së re territoriale, disa nga bashkitë që preken duke u shkrirë kanë nisur të organizohen për të mbajtur zyrtarisht qëndrimin e tyre. Libohova, që sipas draftit mazhorancës pritet i bashkohet Gjirokastrës, është e para që ka mbledhur këtë të hënë Këshillin Bashkiak, ku si rrallëherë të majtet të djathtë janë bërë bashkë kundër shkrirjes së Bashkisë Libohov. Këtë qëndrim unanim të gjithë këshilltarëve pritet ja çojnë qeverisë me shpresën se vendimi i tyre do të merret parasysh. Edhe Bashkia Klose, e cila pritet t'i bashkohet Mati, do të mbajë qëndrimin e saj zyrtar. Antarët e Këshillit Bashkiak kanë kërkuar një mbledhje urgjente ku pritet të diskutohet qëndrimi institucional i Këshillit. Këshilltarët propozojnë që në mbledhje të shqyrtohet ndikimi i reformës, të miratohet një rezolutë zyrtare kundër shkrirjes së Bashkisë Klos. Kjo rezolutë të dërgohet Kuvendit, Këshillit Ministrave dhe institucioneve të tjera përgjegjëse, si dhe të organizohen konsultime publike me qytetarët në të gjitha njësitë administrative të bashkisë. Ndërsa në Rogozhinë, e cila pritet të bashkohet me Kavajen, janë punonjësit ata të cilët e kanë kundërshtuar këtë projekt, duke pezulluar për pak çaste punën mëngjesin e kësaj të hënë në shenjë demonstrative kundër propozimit të socialistëve. Ata thonë se ndihen të tradhtuar nga kupola e PS-s, ndërsa kërkojnë me ngulm që Rogozhina të mbetet bashkim më vete, pasi sipas tyre rrezikon të humbas identitetin e saj. Një tjetër bashki që kundërshton shkrirjen është ajo e Patosit, e cila pritet i bashkohet Fierit. Qytetarët thonë se ky vendim cënon identitetin e qytetit të naftëtarëve dhe rrezikon shpopullimin e qytetit me largimin e shërbimeve. Zëra kundër, socialistët kanë pasur edhe në mesin e tyre. Deputeti i Vlorës Vullnet Sinaj ka mbajtur qëndrim publik kundër shkrirjes së bashkisë së Selenicës me Vlorën. Ai kërkon që të dëgjohen ekspertët dhe qytetarët. Nëse qeveria do të rriste financimin për pushtetin vendor, sipas Sinës nuk do të kishte nevojë të shkojë drejt uljes së numrit bashkive. Opozita, e cila ka mbrojtur variantin e saj që e çon nga 61 në 100 numrin e bashkive, ka qenë e qartë që në fillim, kur e cilësoi propozimin e shumicës si një projekt politik dhe me qëllime elektorale. Tani ajo duket se po i gëzohet zërave kundër nga radhët e socialistëve, por edhe qytetarëve në disa bashki të vendit. Janë protestat më të ligjshme dhe unë nëzis dhe inkurajoj dhe u bëj thirrje të gjitha bashkive të cilat me një trënd të lapsit narkodiktatori kërkon të shuaj nga harta, të nërmarrin një proces protestet pa ndërprer, të bashkohen. Kjo që bën Edi Rama është një veprim sultanesk në vend të decentralizimit, promovon centralizimin ekstrem. Kundër hartës së re është edhe Partia e Lirisë. Deri më sot, Edi Rama nuk ka zhvilluar asnjë konsultim real me qytetarët. Nuk ka paraqitur asnjë analizë të ndikimit dhe nuk i ka pyetur komunitetet që kërkon t'i zhduk nga harta administrative e Shqipërisë. Deri më sot, Edi Rama nuk ka publikuar asnjë studim serioz që të dëshmojë se shkrirja e 15 bashkive do të sjellë shërbime më të mira, administratë më të aksesueshme. Brushi i bashkohet qëndrimit të opozitës, e cila kërkon referendum për këto ndryshime. 5 janë kandidatët që kanë aplikuar për të bërë pjesë e garës për prokuror të përgjithshëm, pasi të analizojnë nëse kandidatët plotësojnë kriteret. Këshilli i lartë i prokurorisë do të rendisë 3 kandidatët më të kualifikuar, listë e cila i dërgohet për votim Kuvendit të Shqipërisë. Arta Marku zgjodh prokurore përgjithshme përkohshme në dhjetor të 2017 deri në 2029, kur Kuvendi zgjodhi Olsian Çelën me mandat të plot. Detyra e tij 7 vjeçare në krye të prokurorisë së përgjithshme mbyllet në dhjetor të këtij viti. Pa të drejtë emërimi dhe mes kandidatëve që synojnë ta pasojnë, është edhe vetë Arta Marku, aktualisht prokurore e apelit në Tiranë. Thirrjes publike të Këshillit të Lartë të Prokurorisë u përgjigjen edhe 4 kandidatë të tjerë, i sfiduar me garat pas 2 përballjeve për kreun e SPAK. Prokurori posaçëm Adnan Xholi garon edhe për prokuror të përgjithshëm. Aplikimin e ka dorëzuar edhe prokurori i Tiranës Ylli Pjeternikaj, Rovena Zoto, gjithashtu prokurore e Tiranës, dhe Fationa Memçaj, prokurore në Eurojust. Ndërkohë, siç report të VMS-oj, Kreshnika Jazi, kreu i prokurorisë Elbasanit, aplikoi fillimisht në KLP, por mëtej u tërhoq nga gara.
Afati i fundit të aplikimit në Këshillin e Lartë të Prokurorisë ishte një gushti, por duke qenë se ishte shtunë, aplikime priten edhe këtë të hënë. Kandidatët paraqesin platformën e tyre. Këshilli i Lartë i Prokurorisë përzgjedh dhe rendit 3 kandidatët më të kualifikuar me pikë, dhe mëtej lista me 3 emrat i dërgohet kuvendit ku duhet të marrë 3/5 e votave të deputetëve. Nëse kuvendi nuk e zgjedh prokurorin e përgjithshëm brenda 30 ditëve nga paraqitja e kandidatëve, emri i renditur i pari nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë konsiderohet i emëruar automatikisht. Kjo procedurë u vendos nga reforma në drejtësi për të rritur pavarësinë e prokurorisë dhe për të kufizuar ndikimin politik në emërimin e prokurorit të përgjithshëm. Por Sali Berisha paralajmëron se nuk ka ndërmend të bashkojë votat me majorancën për të zgjedhur një prokuror të përgjithshëm konsensual. Ai thotë se roli i prokurorit të përgjithshëm është kthyer në grumbullues statistikash, ndaj këtij institucioni duhet të rishihen kompetencat. Ne nuk marrim pjesë në përzgjedhje emrash pas aktit të tyre me avokatin e popullit. Ne kemi ndërprer çdo lloj bashkëpunimi në përzgjedhjen e emrave. Kur dëgjoj në raportin e tij, ai flet sikur është drejtori i statistikave të policisë. Për shembull, këta këtu nuk ka, këta hetojnë vetën e tyre. Atëherë është e domosdoshme që një institucion tjetër të marrë disa atribute në mënyrë që askush të mos ndjehet mbi ligjin. Prej më shumë se 2 muajsh, qytetarët shqiptar vijojnë të protestojnë në bulevardin Dëshmorët e Kombit pranë godinës së kryeministrisë në vijim të paraqitjes së kërkesës së tyre për dorëheqje të kryeministrit Edi Rama. Një protest kjo e cila nisi gati 2 muaj më parë pas projektit të famshëm në Zvërnec, një projekt turistik i cili krijoi debate dhe problematika në lidhje me situatën që u krijua atje, ku një prej rojeve private goditi një qytetar e më pas krijoa një skenë e ngjashme në Zvërnec dhe u transmetua në të gjithë Shqipërinë, ku fokusi kryesor i saj ishte protesta në Tiranë dhe bulevardin Dëshmorët e Kombit, aty ku aktualisht po vijon të protestohet. Janë pamjet të drejtë për drejta që tregojnë edhe një herë prezencën e protestuesve në këtë ditë të sotme në bulevard. Një ditë pas raportimit për të shtëna nga jahti në Palas, ngjarja avion të mbetet e mbuluar me mister. Pas një ndjekjeje të gjatë në det, policia nuk gjeti armë kur kontrolloi mjetin lundrues. Bruno Qela, djali i pronarit të kompanisë Brunes, Peshkgjini, biznesmen ndërtimi i dënuar më herët për drogë, dhe 2 të tjerë që u gjetën në bordin e jatit janë të lënë të lirë pas marrjes në pyetje. Pas 2 orësh ndjekje në det, jati luksoz u ndalua pranë Himarës. Ky është momenti kur 4 persona që ndodheshin në bord shoqërohen nga policia. Burime pranë grupit hetimor thanë se persona që ndodheshin në bord tentuan të largoheshin me gomone dhe më pas fikën dritat e jatit. Në njoftimin zyrtar, policia nuk përmend as tentativën për t'u larguar dhe as fikjen e dritave. Në bord ndodheshin Bruno Qela, djali biznesmenit Geron Qela, i cili drejton disa kompani mes tyre edhe Brunes. Një herësh, 31 vjeçari është antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës në siglën e PSD-së Tomdoshit. Në jat ndodhej dhe biznesmeni ndërtimit Peshkgjini bashk me Afrim Kastratin e Leonard Hasan. Peshkgjini nuk është një emër i panjohur për drejtsin. Ai u lirua nga burgu në fund të vitit 2022, pasi vuajti në Shqipëri dënimin i njohur nga autoritetet spanjolle për trafik ndërkombëtar droge. Paralelisht ndaj tij SPAK vijon hetim pasuror. 60 vjeçari është pronari i kompanisë ndërtimit Alessio 2014, e cila ndër vite ka fituar dhe tender publik. Të 4 u vunë në ndjekje policore pas sinjalizimit që mbërriti rreth orës 21 të së dielës nga pushuesit e Palasës që raportuan për të shtëna që vinin nga jati. Burime pranë grupit hetimor thanë se 4 personat janë marrë në pyetje dhe më pas janë lënë të lirë. Ata kanë deklaruar se nuk kanë qelluar me armë. Hetuesit u kanë marrë monstra nga duart për ekspertizën e mbetjeve të barutit, analizat e së cilës pritet të tregojnë nëse ndonjëri prej tyre ka përdorur armë.
Zyrtarisht policia deklaroi se gjatë kontrollit në Jat nuk u gjetën armë zjarri apo stende të tjera të palishme. Tashmë çështjen po e ndjek Prokuroria e Vlorës. Një familje me 8 antar u shpëtua falë ndërhyrjes në kohë të policisë të Bulqizës dhe ndihmës profesionale të ekipit Dibra Rafting. Ata mbeten të bllokuar në mes të drinit të zi pranë urës së Gjoricës, pasi niveli i ujit u rrit me shpejtësi si pasojë e shkarkimeve të ujit nga hidrocentralet në Maqedoninë e Veriut. Familja kishte dalë për piknik dhe për të freskuar hyrë në lumë, por mbetën të bllokuar nga rrjedha e fuqishme e ujit. Besian Zhuta ndërhyri me jegomone duke shpëtuar familjen, mes tyre 4 fëmijë. Do ta kishim më herë të kemi zhvilluar një lidhje me të, që lidhet patyshim edhe me gjithë zhvillimet që ndodhen atje, duke dhënë të gjithë detajet Zhuta personalisht se si ndikoi edhe në shpëtimin e kësaj familje. Zerohen kategoritë që do të përfitojnë nga kredite buta për strehim. Disa propozime të reja ligjore parashikojnë ndryshimin e kufirit të ardhurave që kërkohen për familjet aplikuese. Drafti i hedhur për konsultim publik përfshin dhe krijimin e një garancie sovrane për të lehtësuar marrjen e kredisë. Mijëra familje që deri më sot nuk plotësonin kushtet për të përfituar një banesë me kostot e ulët mund të ketë tashmë një mundësi të re. Qeveria propozon ndryshime të rëndësishme në ligjin për strehimin social, duke zgjeruar kategoritë përfituese, krijuar garancitë sovrane për kredite banesave dhe shtuar forma të mbështetjes për strehim. Ndryshimi me ndikimin më të madh tek projekt ligji i hedhur për konsultim publik nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit lidhet me rritjen e kufirit të ardhurave që lejon një familje të aplikojë për strehim. Në vend të formulës aktuale, ku të ardhurat vjetore neto nuk duhet të kalojë 1/6 e vlerës së banesës, projekt ligji e çon këtë kufi në 1/2. Kjo do të thotë se tavani i të ardhurave trefishohet. Për shembull, nëse vlera mesatare e banesës është 100.000 euro, sipas ligjit aktual mund të përfitojnë familjet me të ardhura vjetore neto deri në rreth 16.700 euro në vit, ose 1.391 euro në muaj, ndërsa me formulën e re kufiri do të arrinte në 50.100 euro në vit, ose 4.175 euro në muaj, totali i të ardhurave. Një tjetër risi është krijimi i garancisë sovrane. Përmes këtij mekanizmi, shteti do të garantojë një pjesë të principalit të kredive të lehtësuara për blerjen e banesës, duke u bërë më të lehtë familjeve sigurimin e financimit nga banka, edhe kur nuk plotësojnë të gjitha kushtet për kolateral. Masa e garancisë sovrane propozohet të mbulojë deri në 30% të vlerës së banesës, por rreth 4.100 familje që kanë aplikuar vitin e fundit, kostoja e vlerësuar e kësaj garancie do të shkonte rreth 231 milion lekë. Por garancia sovrane nuk shmang detyrimet. Garancia sovrane nuk përjashton përgjegjësinë e huamarrësit për shlyerjen e plotë të detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e kredisë dhe nuk kufizon të drejtën e shtetit për të kërkuar rikuperimin e shumave të paguara në zbatim të garancisë. Ndryshimet prekin edhe mënyrën e shfrytëzimit e banesave që bashkitë përfitojnë nga kuota prej 3% të sipërfaqes që dërtuesi ja kalon asaj fales, e cila mbetet e padryshuar. Projekt ligji parashikon gjithashtu një program të ri për subvencionimin e qiras për kategoritë e veçanta, ndërsa përfituesit, kriteret dhe masa e mbështetjes do të përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Është fundi i këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe ftoj të qëndroni në shoqërinë e programacionit. Mbërmjet.